Përshëndetje. Doja ta dërgoja këtë mesazh me zë e figurë, ndryshe nga herët e tjera, për shkak të rëndësisë së veçantë që mendoj që ka. Sot pata privilegjin në emër të Ministrisë Financave, por dhe të qeverisë shqiptare, të dërgoj zyrtarisht kërkesën për hapjen e programit IPAR 8 drejt Komisionit Evropian. Normalisht ky është vetëm hapi i parë, që do të vijojë me një proces vlerësimi nga Komisioni Evropian, por kam besimin e plot se do t'i përmbajmë premtimit ton publik për hapjen e programit IPAR 3 brenda vitit 2026. Duke përmbushur kështu një objektiv kyç për sektorin e bujqësisë, duke i dhënë një mbështetje për më shumë se 100 milionë euro. Do të falenderoj stafin e Ministrisë së Bujqësisë, por dhe të Agjencisë për Zhvillim Bujqësor dhe Rural për ndihmën dhe bashkëpunimin e ngushtë që kemi pasur muajt e fundit. Dua gjithashtu në mënyrë të veçantë të vlerësoj publikisht dhe të falenderoj stafin e strukturës menaxhuese në Ministrinë e Financave, një strukturë kyçe për menaxhimin e fondeve të BE-s në Republikën e Shqipërisë. Shumë prej jush më kanë pyetur kush është kjo strukturë, çfarë roli ka në të tjerë. Unë sot duhet i falenderoj në mënyrë nominale të gjithë stafin. Blertën, Dritanin, Dianën, Armilën, Albionën, Fatiolën, Andin, Xhiriolën, Adelën dhe Ermirën për punën e palodhur, për vlerësimin e mirë a faqeve dokumentacion në një kohë shumë të shkurtër dhe duke punuar orar pa orar. Është pikërisht fal vullnetit punës të djerës së tyre që ne jemi sot në një pozicion kaq pozitiv në krahasim me ku kemi qenë më përpara. Kjo është Ministria e Financave në drejtimin e Ministrit Malaj, ata jemi ne. Faleminderit.